Përshëndetje miq, mirë se keni ardhur sërish në episodin e radhës këtu në Okult Ezoterizëm. Sot do të flasim pak për një temë shumë interesante e cila titullohet Për te i mendimit. E kam titulluar kështu sepse gjatë gjithë kësaj kohe, do me thënë nga episodi i fundit që bëra duke i dhënë përgjigje të gjitha pyetjeve dhe komenteve tuaja, më ka ardhur një mendim në kokë që çfarë ka për te i mendimit? Si është jeta për te të menduarit? Dhe këto mendime që i kam pasur me veten, dhe duke kërkuar në praktikat e meditimit teksa meditoj çdo ditë, më është dashur ta kuptoj këtë me veten time, por pse jo ta trajtoja edhe këtu si një temë që për mua ka shumë rëndësi në jetën tonë dhe në jetën e gjithë secilit nga ne. Tregoheshe për një shqiponjë të fuqishme në një nga historitë e një libri teksa po lexoja, që shqiponja fluturon dhe shumë lart dhe ndalon në majën e një shkëmbi mbi një qytet, dhe kur kthen kokën shikon një krimb të vogël teksa ngjiteshe në majën më të lartë të atij shkëmbi. Dhe e pyet: "Po ti çfarë bën këtu?" "Po ja, po ngjitem edhe unë në majë", thot krimbi. "Po si e erdhe deri këtu?" I thot. "Duke u lëpir", i thot, "dhe duke u zvarritur. Kështu po ngjitem dhe unë." Dhe kjo është jeta e shumë njerëzve ose shumë nga ne. Duke u lëpir dhe duke u zvarritur ne ngjitemi në majë, duke kërkuar për te i gjërave tona të brendshme lumturinë në gjërat e jashtme, sikur të ishte një mall ose një produkt në vitrinë, teksa ne kërkojmë. Si do të jetë jeta pa menduar? Mos janë mendimet ato që krijojnë problemet? Apo ne kur mendojmë një zgjidhje kemi krijuar dhe dy probleme? E kam menduar këtë temë ta trajtoj sepse kjo temë më ka bërë të reflektoj tek vetja ime dhe dua që dhe ju që më ndiqni të reflektoni tek vetet tuaja. Çfarë është realiteti për ne? Ne nuk e njohim realitetin tonë. Ne njohim realitetin që shqisat tona na perceptojnë dhe na japin ne, nëpërmjet neuroneve ose sinjaleve elektrike të cilat na vinë në tru. Ne nuk e konceptojmë dot se si është të rish pa mendim. Ne gjatë gjithë kohës përpiqemi të mendojmë për të krijuar jetën tonë, dhe ne nuk bëjmë asgjë pa menduar gjërat që do të marrim, apo gjërat që do të fitojmë kur nisim një rrugëtim, qoftë ai një praktik në palestër, një stërvitje, një rrugëtim, një ecje e shkurtër në qytet, një shëtitje në park, apo edhe një marrëdhënie. Ne gjatë gjithë kohës lidhemi me këtë, lidhemi me mendimin se çdo gjë që ne nisim, ne kemi parë gjërat që do fitojmë në kokën tonë, pa e ditur thellë në thelbin tonë se këto janë vetëm dëshira të mendjes tonë dhe jo realiteti që ne po jetojmë. Këto dëshira tregojnë se qenia njerëzore udhëhiqet vetëm nga dëshirat dhe shumë pak kur vështirësitë vinë, ajo udhëhiqet edhe nga nevoja. Dua të ndalem pak se shoh çdo ditë njerëzit që e mbushin mendjen apo shqisat e tyre duke u përshtatur me natyrën, duke u sjell vërdall nëpër internet, nëpër lojra, nëpër gaming, nëpër emisione të ndryshme
duke bërë swipe gjatë gjithë kohës në Instagram, Facebook, TikTok dhe gjëra të kësaj natyre vetëm që ta mbushin ditën me idiotësi dhe me mendim. Çfarë ndodh nëse ne qëndrojmë pa mendim? Shumica nga ne çmenden. Pse? Sepse jeta e tyre është gjatë gjithë kohës duke kërkuar mendimin, jeton një realitet të pangopur, gjë që në çdo objektiv që ata vendosin, është një fund. Objektivat e tyre janë fundi i gjërave që ata kërkojnë, pra ne kur arrim një objektiv, ajo është fundi i diçkaje. Njeriu e ka shumë të vështirë të jetojë pa mendim. Dhe nëse ne përpiqemi ta fshijmë mendimin për të paktën vetëm 10 sekonda ose 1 minutë, atje ne do të kuptojmë lumturinë. Ne kemi haruar ku ta kërkojmë lumturinë tonë. Ne gjatë gjithë kohës kërkojmë vetëm jashtë vetes tonë. Dhe kjo e bën çdo ditë më shumë të varfër mendjen dhe shpirtin e çdo njeriu. Kjo e bën njeriu të jetë i humbur në labirintin e materjes, duke perceptuar vetëm një pjesë nga realiteti që ekziston dhe duke menduar se kjo është bota për te. Të gjithë kështu bëjnë dhe kjo është ajo që po i sëmur të gjithë. Kjo është ajo që sjell më shumë depresion. Kjo është ajo që sjell më shumë ankth. Kjo është ajo që sjell më shumë pasiguri. Sepse ne nuk ndalojmë së menduari. Nëse ne do të ndalonim së menduari, jeta jonë do të ishte ndryshe. Të gjithë kërkojnë të ndryshojnë botën dhe asnjëri nuk përpiqet të ndryshojë veten. Ne kemi harruar se ndryshimi vjen nga brenda nesh. Ne kërkojmë çdo stimul duke provuar qiellin, duke provuar tokën, duke provuar detin. Dhe nëse do të qëndrojmë për një kohë të gjatë në të treja këto, ne sërish mërzitemi dhe ne nuk do të gjejmë kur lumturinë brenda vetes tonë. Nëse vazhdojmë të kërkojmë jashtë. Në libri i kuq, Carl Jung thotë se ka 2 kategori njerëzish. Ata që shohin jashtë dhe ndërojnë dhe ata që shohin brenda dhe zgjohen. Të zgjohesh nuk do të thotë që të mos jetosh këtu, apo ti distancohesh realitetit ku ti jeton. Jo, është krejtësisht ndryshe. Të zgjohesh do të thotë të hapësh zemrën. Të hapësh zemrën do të thotë të pranosh të dyja gjërat e kësaj toke, ose të dyja medaljet e monedhës. Kur vuajtjet vinë, ne nuk duhet ti bëjmë ballë atyre apo ti rezistojmë atyre. Ne duhet i lejmë ato të vinë, të futen brenda nesh, të japin të gjithë ndjesinë që ato kanë për detyrë të japin dhe pastaj të largohen. Si në të anën e kundërt të pranojmë dhe mirësinë apo ndjenjën e dashurisë ku ajo vjen, futet e këty, le pika lumturie, të cilat në ezoterizëm njihen si vibracione ose vibrime për shkak të materjes dhe frekuencës që vibron, çdo gjë në univers vibron, dhe ty të fal lumturinë. Dua të ndalem pak tek lumturia dhe vuajtja. Çfarë janë këto të dyja nëse ne nuk mendojmë? Këto të dyja janë vetëm ndjenja. Por, çfarë ndodh kur ne mendojmë? Kur ne mendojmë, në tru ndodh një grup elektriciteti ose sinjale elektrike, të cilat grumbullohen dhe shumohen duke sjell të njëjtat mendime, duke i përforcuar të njëjtat sinjale dhe të bëjnë ty që të përjetosh më shumë këtë emocion duke transmetuar neuronet nëpërmjet shqisave që ne kemi gjatë gjithë kohës. Ne kemi 6 shqisa që është dëgjimi, 5 shqisa, kemi dëgjimin, shikimin, nuhatjen, shijimin, prekjen, por mund ta quajmë edhe shqisën e 6 mendimin. Dhe duke
i përpunuar këto, ne mendojmë se e kuptojmë realitetin tonë. Në të vërtetë ne jetojmë në një realitet objektiv, që është ai realiteti që ne perceptojmë të gjithë, dhe jetët tona jetojnë në një realitet subjektiv, të cilët ne shohim të gjithë të njëjtat gjëra, por nuk shohim në kokën tonë, apo nuk e kuptojmë të njëjtin mendim nga i njëjti shikim. Kjo është ajo që njeriu e vret, dhe kjo është ajo që sot ka kaq shumë luftra, ka kaq shumë depresion. Ne sot kemi 5 exabyte më shumë informacione nga viti 2003, për arsye se ne kemi rritur shumë konceptin e të menduarit. Sa më shumë mendime, më shumë probleme do të ketë bota. Sa më shumë mendime, më shumë kaos do të jetë në kokën tonë. Sa më shumë mendime, më shumë të zhurmshëm do të jemi brenda vetes. Po si t'i largojmë këto mendime? Gjë e parë që duhet të bëni është të meditoni. Kur ne meditojmë, nuk përpiqemi më t'i bëjmë përshtypje botës. Ne përpiqemi t'i bëjmë përshtypje vetes. Ne kuptojmë se lumturia vjen kur ndodhemi në qetësi dhe nuk jemi më inferior me qenien tonë, duke krahasuar çdo gjë me veten tonë dhe gjërat e jashtme. Kjo është ajo që e dëmton njeriu, sepse ne gjatë gjithë kohës krahasojmë, ne gjatë gjithë kohës e mbushim kohën tonë të limituar këtu në këtë rrafsh apo dimension, duke bërë krahasime dhe duke magjepsur shqisat tona me idiotësira të ndryshme, duke filluar nga evoluimi të gjitha gjërave si inteligjenca artificiale, gaming, lojrat, risitë e reja, eksperiencat e reja. Ne kërkojmë gjatë gjithë kohës eksperienca për të vetmen arsye, për të kënaqur ndjesinë e të qenurit gjallë. Dhe kjo nuk është përgjigja për të kuptuar jetën. Kjo është ajo që ne na frikson për të jetuar dhe për të kuptuar se si është medalja tjetër e jetës. Ne gjatë gjithë kohës humbim dhe provojmë çdo gjë, ose përpiqemi të provojmë çdo lloj eksperience të jashtme për të gjetur lumturinë brenda vetes tonë, dhe këtë ne nuk e gjejmë, dhe pastaj detyrohemi të bëjmë akoma më shumë idiotësira për të kërkuar akoma më shumë pika lumturie nga gjërat e jashtme. Më kujtohet një histori ku e kam dëgjuar teksa angjujt bashkohen dhe flasin për njeriu kur Zoti e krijoi, se ku do ta vendosnin lumturinë. Edhe të gjithë po jepnin mendimet e tyre, ku dikush tha ta vendosim në fund të oqeanit, dhe tjetri tha se do ta gjenin. Dikush tha ta vendosim në majtë të malit, prap do ta gjenin. Dikush tha ta vendosim në përpyje që mos e kërkojnë dot, ose në përlumenj që të shkas dhe gjatë gjithë kohës të mos e kapin. Dhe papritur një angjëll tjetër thot, jo, do ta vendosim brenda tyre. Dhe të tjerët pyesin, po përse? Sepse njeriu kur nuk do të kërkojë brenda vetes. Ata do të kërkojnë gjithmonë vetëm jashtë. Prandaj ne jemi të palumtur. Ne shqetësohemi çdo ditë dhe ne nuk rrim dot pa menduar. Këto janë gjërat që ne na smurin. Unë do të tregoj një teknikë se si ne të pastrojmë kokën nga mendimet. Ne duhet të mendojmë me zemër dhe jo me kokë, sepse mendimet në kokën tonë janë mendime egoike, dhe ato të bëjnë inferior dhe krahasues me rrjetin shoqëror dhe jetën sociale. Duke menduar me kokë, ne zhvillojmë egon tonë, dhe mendimet që ne kemi në kokën tonë nuk janë vetja jonë. Por këtë do ta kuptoni dal nga dal, duke praktikuar meditimin, duke pasur një zemër të qetë dhe një mendje të kulluar, duke u përpjekur të mos e gënjeni veten tuaj, duke u përpjekur të mos gënjeni as bashkëshorten, as bashkëshortin, as veten, as familjen, as vllajin, qoftë edhe me një gënjeshtër të vogël të bardhë. Përse e them këtë?
ka shumë rëndësi të zhvillohet karakteri në këtë lloj forme, sepse personaliteti nuk ka më shumë vlerë se sa karakteri juaj. Personaliteti është mënyra se si njerëzit neve na shohin. Dhe kjo për mua nuk ka shumë rëndësi se si ti më sheh. Për mua ka rëndësi se si unë e shoh veten. Dhe ky është karakteri. Ky është i pandryshueshëm, ky je ti. Duke kuptuar këtë gjë, do të tregoj dhe një metodë se si ti ta forcosh karakterin, duke qetësuar mendjen tënde dhe duke hequr mendimet. Do të filloni në një ambient të qetë për çdo ditë, duke bërë vetëm një ushtrim të thjeshtë dhe të vogël. Qëndroni shtrirë në mezin e shtëpisë me fytyrë që ju të shikoni dritën. Qëndroni ashtu shtrirë për 1 minutë me sy të mbyllur që drita t'ju bjerë përpara syve tuaj. Dhe mendoni një ujëvar, teksa gjatë gjithë kohës vetëm uji bie poshtë. Pastaj bëjeni këtë për 3 deri në 4 ditë ose 5 ditë të reshtë dhe pasi të keni mbaruar 5 ditë, do të bëni po të njëjtin ushtrim por me një ndryshim. Do të qëndroni vigjilent për mendimet që do t'ju vinë. Do të bëheni vëzhguesi mendimeve tuaja. Mendimet vijnë si sinjale, të vinë në kokë, të vinë në mënyrë abstrakte, nuk do t'ju vinë kur me rregull, do t'ju vinë të ngatruara, sepse brenda vetes ne jemi kaos, derisa ju ta strukturoni veten tuaj, sepse brenda kaosit ka gjithmonë një rend, dhe kur ta kuptoni këtë rend, ju do të kuptoni se çfarë bëhet në një kaos. Do të qëndroni ashtu dhe do të bëheni vetëm vëzhguesi mendimeve tuaj për 15 deri në 21 ditë. Duke bërë çdo mbrëmje dhe çdo mëngjes këtë ushtrim, shtriuni përpara shtëpisë, domethënë në mezin e shtëpisë, duke parë dritën lart që të bie në sy me sy të mbyllur, ju do të jeni i shtrirë me krah të hapur në këtë lloj forme, po i shikoni duart këtu dhe këmbët e shtrira dhe do të jeni vëzhguesi mendimeve tuaja. Kur këto mendime do vinë dhe do të ikin, ju duhet të mendoni këtu i varën e cila merr gjatë gjithë kohës këto mendime dhe jeth poshtë. Me kalimin e kohës ju do fitoni një qetësi shumë herë më të madhe, teksa do të hyni ose do të futeni në botën e meditimit dal nga dal. Meditimi kushton, sepse të fal qetësi. Po çfarë të merr që ta fal qetësinë? Meditimi ka një gjë që askush nuk ja u ka thënë deri më sot dhe kjo është era e parë që po e dëgjoni, me siguri. Meditimi të merr ndjenjën e empathisë. Ti nuk je më i ndjeshëm. Kur ti të meditosh thellë, brenda teje do të bie niveli i ndjeshmërisë së emocioneve, për të vetmen arsye se po zgjon një nivel tjetër, më të lartë të vetëdijes që është dashuria hyjnore që ndodhet në qendër të trupit. Atë që Solomoni dikur thoshte, ashtu si mendoni me zemër, kështu do të jetë jeta juaj. Ajo zhvillon anhatën. Anhata është zemra, por jo zemra që ju njihni, është zemra e trupit eterik, e cila fuqizon të gjithë perceptimin me energji të trupit tuaj, duke ndikuar këtu dhe tek sinjalet elektrike të trurit. Dhe kur ju ta keni të mundur, ta keni kuptuar këtë ndjesi se si ndikon kjo, do të futeni në meditim dhe nga kjo rrugë ju do të jeni më të qetë kur fatkeqësitë të vinë në jetën tuaj. Fatkeqësitë janë të pashmangshme në jetën tonë dhe janë shumë të domosdoshme në të njëjtën kohë. Nëse ne pa fatkeqësi nuk do të kuptonim dot anën tjetër të medaljes, ne nuk do të mund të kuptonim se çfarë është gëzimi nëse nuk dim të mërzitemi. Ne nuk do të kuptojmë se çfarë është trishtimi nëse nuk dim të qeshim. Kjo është ajo për të cilën ju duhet të punoni. Përpiquni të largoni mendimet tuaja, sepse mendimet tuaja nuk janë ato gjërat që ju duen për të qenë të lumtur dhe të suksesshëm. Sa më rezistencë ti bëni gjërave, aq më të forta bëhen ato në jetën tuaj. Sa më pak rezistencë ti bëni gjërave që vinë në jetën tuaj,
aq më të lehta do të jenë ato për të kaluar. Pse e them këtë? Sepse në realitet janë dy lloj veprimesh. Ne e pranojmë realitetin ashtu si është dhe në anën tjetër ne nuk e pranojmë realitetin ashtu si është dhe kërkojmë realitete të tjera brenda një realiteti i cili është i kufizuar për shkak të shqisave tona dhe përpiqemi të krijojmë realitete të tjera të cilat na çojnë në rrugë të gabuar dhe njihen ndryshe si diluzione. Ne jetojmë në një botë, pastaj kur e lejojmë këtë ose kur e përpiqemi ta bëjmë këtë, në një botë surreale të krijuar nga mendimet tona kaotike të mendjes dhe vazhdojmë të ecim dhe të humbim në labirintin e jetës, duke pësuar probleme psiqike, por edhe probleme fizike dhe mentale. Dua të ndaj dhe një ritual tjetër për sa i përket rrugës se si ne të boshatisim mendimet. 80% e sinjaleve elektrike mbi emocionet që transmetohen në tru vijnë nga zorët. Duhet kujdeseni shumë për pjesën se si ne ushqehemi. Çfarë ushqehemi? Çfarë futim në gojë? Ne kemi mundësi zgjedhje. Kjo është një gjë shumë e rrezikshme për ne. Sepse të gjitha krijesat, nëse do ta shikoni më me detaj, janë të kufizuara në një lloj forme. Ashtu si e kam thënë në episodet më përpara, ne jemi e vetmja kafshë që ecim e dukem në tokë, por ne jemi e vetmja kafshë që kemi mundësi zgjedhje dhe ne jemi e vetmja kafshë që mendojmë. Dhe mendimet ne na bëjnë më të mirë ose më të keq, varet se ku ne kanalizojmë rrymat tona. Ne jemi një antenë vibruese në univers, e cila tërheq ose kërkon frekuenca të caktuara për të ndjerë emocione apo ndjenja apo mendime apo nuhatje të caktuara nëpërmjet kufizimit të shqisave. Çfarë ndodh kur ne fillojmë të dashurojmë? Kur ne fillojmë të dashurojmë, ndodh që të bëhemi të gjithë njësoj. Mendojeni pak këtë. Pse? Sepse vetë dashuria në thelb është një vibrim, është një frekuencë dhe ne jemi antena dhe në momentin që ne marrim dashurinë, ne jemi duke futur brenda vetes tonë një transmetim me një frekuencë të caktuar i cili ka për qëllim të sjellë ty lëvizje të caktuara, ndjenja të caktuara, mendime të caktuara, por të gjitha këto janë të njëjta për çdo individ që e kanalizon veten tek kjo lloj frekuence. Por kështu ndodh edhe me të gjitha frekuencat e tjera, nëse ne futim veten në inat, në ego, në mërzi, në trishtim, në ankth. Dhe kështu funksionon dhe kur ne ndalojmë së menduari, ne pastrohemi sepse nuk jemi më ne, vetja jon egoike, por është dikush tjetër, është energjia jon ynore e brendshme, e cila nuk e ka mendimin egoik, është zemra, është burimi jetësor që qëndron brenda teje dhe zemra mendon po njësoj si truri, por me ndryshime të tjera në thelbin e saj, në vetveten e saj. Zemra e percepton atë që ne kuptojmë. Ne jemi të lidhur ashtu si lart edhe poshtë, si lart edhe poshtë. Dhe si poshtë edhe lart. Pra, ne gjatë gjithë kohës duhet ta kuptojmë këtë që mendimet tona nuk janë rruga e dur. Ndonjëherë duhet të ndalojmë së menduari për të jetuar jetën tonë. Dhe kur them ndonjëherë, përpiquni ta bëni më shpesh këtë. Kujdesuni për zorët tuaja dhe pjesa e zorëve që po thoja është që fillon nga ushqimi, shmangeni sheqerin, shmangeni pijet me gaz, shmangeni alkolin, duhanin dhe muzikën të lartë dhe muzikën ku ka frekuenca
siç është frekuenca 440 Hz që ndodhet kudo tani në çdo lokal që ti të shkosh, që të dëmton ty anën tënde të menduarit, psikikën dhe mënyrën se si ti e percepton botën. Bota sot jeton në një vend duke ndjekur modën, jo duke ndjekur këshillat e të qenurit i shëndetshëm, apo duke u përkujdesur për shëndetin fizik dhe eterik. Ne ndjekim modën. Nëse moda thot se duhet ta hani sufllaqe ose duhet ta hani king burger ose duhet ta hani X produkt sepse ka dalë trend, ne duhet vëm ta bëjmë atë, por kjo nuk është e shëndetshme për ne. Nëse moda të thot pi kola sepse do ndihesh mirë ose pi Red Bull sepse do ndihesh me krah, kjo nuk do të thot se është e shëndetshme për ne. Kjo është pjesë e modës. Dhe kur ju të filloni me organizmin tuaj, do të kuptoni që dhe mendja juaj do të jetë më e qetë. Dashurojeni natyrën dhe kaloni kohë me të. Nëse të keni kafsh, kaloni kohë me kafshët, por nëse nuk i keni këto mundësi, gjeni kohë për veten tuaj, sikur 10 minuta në ditë të qëndroni në qetësinë e vetes tuaj, do të kuptoni se bota nuk është vetëm ajo që ju mendoni, por është më e madhe se sa ju mendoni. Do të kuptoni që brenda jush është një botë tjetër dhe jashtë jush është një botë tjetër. Shpresoj të keni marrë më të mirë nga ky emision, pak jo shumë i gjatë, sepse qëllimi ishte të qëndronim pa mendim. Dhe këto fjalë i kisha përgatitur që ne të flisnim më pak dhe të qëndrojmë pa mendim. Pasi ta mbyll videon, të lutem shko shtriu në shtëpi dhe qëndro 1 minutë pa mendim. Do të kuptosh se lumturia ndodhet kur nuk kam mendime në kokë. Buda thoshte ne jemi më mirë kur jemi pa mendime në kokë. Jeta ndodh kur ne nuk përpiqemi t'i bëjmë ballë ose ta kuptojmë atë. Sa më pak mendime dhe sa më pak pyetje, aq më shumë ke për ta kuptuar jetën. Ata që kërkojnë shumë, arrin shumë, paguajnë shumë, por ata që kërkojnë duke përjetuar jetën, ata jetojnë. Dhe ju uroj gjithë të mirat, por mos harroni, sa më pak mendime në kokën tuaj, aq më shumë jetë cilësore do të keni. Ju përshëndes dhe të mira. Mirupafshim.